Përshëndetje gjithëve, mirë se ardhët në podcastin ton. Sot e kena me diskutu një temë shumë interesante. Jena këto me Jorën. Se si funksionon një kompjuter nga brenda. Gjithmonë kena me rujt anën teknike të kompjuterit, mirë po kena mundu me thjeshtu mas shumë ti që mund. Pra sot do flasim për disa tema që lidhen kogja shumë me njëna tjetrën, që janë buset sistemet I/O apo sistemet inside out edhe standardet moderne. Pra, s'pari kishmi fillu me buset. Në thelbë buset janë thjesht data paths, si që kishmi qujt, edhe mujna mi imaginu si rrugë një qytetit, ku krejt kerët, autobusat, kamionat janë thjesht dhënat cilat qarkullojnë në to. Për të funksionuar çdo rrugë pe quajmë mirë, na I kemi 3 rrugë kryesore, të cilat janë control bus, address bus edhe data bus. Data bus ose transporti I informacionit janë rrugët më kryesore, kisha thonë në një farë forme. Ato në to qarkullojnë të dhëna edhe varësisht prej sot dhëna mujnë me pranu ato, si që mund tjetë 8, 16, 32 dhe 64 bit, varet sot naltë e ka hapësirën e bitave, për me ditë sa shumë dhëna mujnë me qarkullu. Mujna me marrë një shembull praktik, për shembull nëse kena një task me qu një ujë, prej një vendin tjetër, nëse na e marrim një gëp të holl, atëherë komë na marrë normal që ma shumë kohë, se sasia ujit komë qenë ma e vogël, që përqohet, nëse e marrim një tub më të gjerë, më të madh, atëherë ne kursejmë kohë, pasi që e kryejmë taskun më shpejt. Kemi adres busat, ku ndodhet informacioni. Te këto adres busa merret mas shumti me adresën e memorjes, e cila thot më jep disa të dhëna që ti ki dëshirë mirujt, ose thot ruaj të dhëna tua tek unë. E vërtet, numri linjave të adres busav përcakton sasinë e dhënave që mujnë mu pranu. Për shembull me 32 bit, sasia maksimale është 4 GB, kurse me 64 bit ajo rritet shumë a shumë. Lloji I busit tjetër është control bus. Kë bus tregon llojin e të dhënave, si që mund t'jenë shkronja, numra, shenja apo edhe lloje tjerave të dhëna. Nëse data bus e quajmë rrugën, edhe adres bus e quajmë destinacionin, atëherë ne e dim se control bus mund ta quajmë si policia rrugore, cila e mban në rend trafikun edhe e mban disiplinën. Pra, për me përmbledh krejt që të punën e busave, I bjen sikur krejt që të llojet e busave formojnë komunikacionin. Pra, pa to nuk ish mujt me komuniku CPU-ja me grafikën, me monitorin edhe këtë pjesë të kompjuterit në përgjithësi. Po, dhe pikërisht këto mujna me anis edhe me sistemet I/O, apo për ndryshe sistemet in and out, që gjithçka që është jashtë botës së kompjuterit edhe mbrana atij lidhet mes këtyre sistemeve. Po, që të pjesë input edhe output janë pjesë të jashtme të kompjuterit, cilat komunikojnë me kompjuterin. Të tilla mund të jenë tastiera, mouse, monitori edhe këtë çdo pjesë që I çojnë dhëna edhe pranojnë dhëna prej kompjuterit. Po, do me thonë çdo sistemet input-output lidhen me çdo informacion që del nga kompjuteri ose që merret prej tij. Si funksionon sistemi input edhe output? I kemi 2 lloje, janë memory mapped. Memory mapped është kisha thonë mënyra ma e keqe e komunikimit, për shkak se patjetër duhet me pas do hapësirë në CPU si memorje për me funksionu që kë metode e komunikimit. Për shembull, në vend që printeri me pas një vend vet, ai thjesht e ka një ta quajmë adres që me thjeshtësu sa ma shumë dizajnin edhe me bë punën ma të lehtë. Te port mapped I/O, këto pajisjet kanë porte të veçanta, pra nuk kanë adresa të memorjes, CPU-ja përdor instrukcione të veçanta siç in and out.
është mënyrë më e mirë e komunikimit, kisha thonë unë, për shkak se e ndon qartë CPU-n prej qiti portit. Edhe që kjo strukturë e komunikimit është përdorur shumë te kompjuterat x86. Roli i këtyre kontrolleve I/O është që pajisjet I/O dërgojnë disa pengesa ose qysh i quajmë në anglisht interrupts, që i bëjnë ndërprerje në sistemet, ku dënë mi thonë që mi jep mesazh që hej, e kom përfundu punën ose që të kom nevojë për ty. Që kjo është roli i këtyne. Çka është interesant në qëtë pjesë është se nëse si shikon çto interruptions, kompjuteri non-stop i kish lexuar çto pajisjet outputit. Do më thonë kish marrë tepër shumë kohë dhe ish ngarku shumë pa kur fare arsye. Çto ndërprerjet për shembull tregojnë kompjuterit që hej, detyra jam u kry, unë shumë vazhdu me diçka tjetër. Tash vazhdojna me standardet PCI, USB, SATA edhe të tjera. PCI është standardi që përdoret te kartelat e mbrëmshme, siç mund të konë kartelat grafike, kartelat e rrjetit, kartelat e zërit edhe krejta çto. Kemi variantin modern, i cili quhet PCI Express, i cili nuk përdor rrugët e përbashkëta, por disa kanale të dedikuara, të cilat normal që e bëjnë punën edhe më të lehtë, po edhe jashtëzakonisht më të shpejt. Po, edhe kartelat e reja grafike e kërkojnë, e bojnë dement, me thonë me një farë forme PCIe, që është shkërtes për PCI Express 4.0 ose 5.0, edhe që kjo e bën punën e tyne të shpejt, shumë më të shpejt. Në radhë kemi USB-n, e cila është standardi më praktik i përdoruesit, gati çdo lidhje mes çdo pajisje nga jashtë me brenda, tash bëhet me USB. Diçka që bën USB-n shumë lehtë për me përdor është 3 veti që ajo i ka. Vetia por është plug and play, në qatë moment që hen USB-a në device, me njëherë ka me njësë mu procesu dhonat cilat i ka në të. Pastaj është fakti që e ka një kablo edhe për energji edhe për transmetim dënav, kjo e bën shumë më të lehtë dhe shumë më kompakte me një formë transmetimin e dënave. Edhe e kemi faktin që USB-t prej momentit që janë shpik, me thonë, non-stop kanë shku veç të uvu ma të mira, edhe vazhdojnë në shku uvu ma të mira, kështu që kjo e bën shumë. USB-t fillojnë prej kapacitetit 1.1 edhe përfundojnë tek 4.0 deri sot, e cila normal që është ekstremisht e shpejt. Pastaj kemi SATA, SATA është pajisje që përdoret kryesisht në brendësinë e kompjuterit për HDD ose SSD. Kjo vënohet në brendësitë të kompjuterit edhe është për ruajtjen e të dhënave. Normal si të USB që e përmenëm më herët që ka lloje të ndryshme, edhe te kjo i kena 3 versione, është i pari, i dyti dhe i treti, i treti është më i përhapuri sot. Po, përveç këtyre i kemi edhe shumë standarde tjera të rëndësishme të cilat përdoren vazhdimisht në ditën e sotme. E kemi standardin HDMI, është shumë i shpeshtë, përdoret në çdo televizor dhe në çdo monitor për që i keni edhe në shtëpitë juaja. HDMI përdoret për transmetimin e zonit edhe të pamjes vizuale në monitor ose në televizor. Pastaj kemi Ethernetin. Etherneti përpara është përdorur shumë a shumë në desktopa dhe në laptopa për shkak që u dashur me çu internetin në një formë te atje, po tash pas teknologjisë Wi-Fi shumë pak laptopa përdoren Ethernet, veç në raste kur ju duhet internet shumë a shumë. Edhe desktopat hala përdorin goxha shumë. Pra sot e pamë dhe shtjellum qysh një kompjuter nuk është thjesht ona që e shohim në një monitor dhe një desktop, po ka shumë filozofi mrena në kompjuter, shumë mënyrat komunikimit, shumë standarde e gjitha prej këtyne. Pra sot besoj që e kuptum për çka folëm, buset do me thonë si një përmbledhje. Buset na përcaktojnë si lëvizin të dhënat brenda kompjuterit. Sistemet I/O tregojnë se si bëhet lidhja me anën e jashtme dhe të brendshme të kompjuterit, edhe standardet e tjera që na mundsojnë të lidhim të gjitha këto së bashku.
Po, edhe nëse veç keni arrit me kuptu qëto 3 koncepte, atëherë jeni në trok shumë mirë për me kuptu qysh funksionon Jeni shumë në konditeri. rregull. Për ju e faleminderit shumë që na ndëgjut, edhe shihemi herën tjetër. Bye.